Analisti Ilir Demalia deklaroi se vrasjet e Haklajve në Tropoj janë bërë me urdhër të Berishës. Ai ka komentuar kallëzimin e dytë të bërë për ish kryeministrin Sali Berisha në SPAK nga familja Haklaj, të cilët e akuzojnë se ka dhënë urdhër për vrasjet. Demalia i bëri thirrje që drejtësia duhet të nisë hetimet. Vrasjet e Haklajve janë bërë me urdhër të Berishës dhe kjo dihet se është edhe një incizim që shkaktari ka qenë Berisha për masakrën e Tropojës. Çështja duhet sqaruar dhe duhet që të hapet si çështje edhe ajo e vrasjeve në Tropoj. Ai është lindur dhe rritur atje dhe e ka lënë Tropojën në gjendjen më të mirë. Nëse ka një njeri që i ka bërë dëm Tropojës është Sali Berisha. Janë vrarë njerëz në Gërdec, në bulevard dhe krimi me vdekje nuk falet kurrë. Vrasja nuk parashkruhet, tha ai. Ilir Demalia u shpreh gjithashtu se SPAK duhet të fillojë punën me dosjen e Gërdecit dhe 21 janarin, pasi janë bërë vrasje. Berisha ka bërë korrupsion, e din të gjithë, se ka plas Gërdeci atje. A është krim Gërdeci? Gërdeci nuk është hetuar, është shkëlzen Berisha tek dosja e Gërdecit. Edhe SPAK nëse do të bëj punë të fillojë me Gërdecin dhe me vrasjet e 21 janarit, kanë bërë dhe vrasje dhe korrupsion. Fatkeqësia e këtij vendi është se ka opozitë të diskredituar. Këta janë gënjeshtar patologjik, u shpreh ai. Sipas familjes Haklaj, në kallëzimin e dytë janë dhënë prova mbi ngjarjen e ndodhur në 21 qershor 1997, ku ju bë prit Fatmir Haklaj dhe 4 personave në urën e Milotit. Nga ngjarja mbetën të vdekur 2 persona, një nga personat mbeti i vrarë në makinë, kurse gardisti i njohur Sokol Mulosmani vdiq në spitalin e Laçit pasi mbeti i plagosur rënd.